Shpërndanin kokainë dhe kanabis të adoleshentët, vjet në pranga një 17 vjeçar dhe procedohet në gjendje të lirë një 16 vjeçar. Sekuestrohen në cilësinë e provës materiale 10 doza kokainë dhe një sasi kanabisi. Në vijim të punës përpara ndalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, bazuar edhe në informacionet e siguruara për dy adoleshentë që mund të shpërndanin lëndë narkotike, kanë ushtruar kontrollin në akset kryesore në disa zona të qytetit. Si rezultati këtyre kontrolleve mbrëmjen e djeshme në lagjen Pavarësia në Vlorë, u ndaluan dhe u kontrolluan fizikisht dy adoleshentë që ishin të dyshuar si shpërndarës të lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit ndaj shtetasit 17 vjeçar, në çantën e tij marsup dhe në mbajtjen e kufjeve u gjetën 10 doza të mbështjella me qese plastike, të dyshuara si lëndë narkotike e llojit kokainë, ndërsa në xhep ju gjet një sasi e dyshuar lëndë narkotike e llojit kanabis, e mbështjellë me letër alumini. Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë arrestuan në flagrant 17 vjeçarin DM, si dhe proceduan në gjendje të lirë 16 vjeçarin. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për vepër penale prodhimi dhe shitja narkotikëve.